Shiko, ne nuk kemi pasurinë më të madhe se sa ajo çfarë pejgamberi alayhis salam na e prusti dhurat nga Miraçi. Namaz. Thot Zoti në 2 ajete të Kuranit në surën Al-Bekare, "Wasta'inu bis-sabri was-salah", kërkoni ndihmë nga Zoti nëpërmjet durimit dhe namazit. Ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ajet tjetër, o ju që keni besuar, o ju musliman, kërkoni ndihmë tek Zoti juaj nëpërmjet durimit dhe nëpërmjet namazit. Inna Allaha ma'as-sabirin, nga se të jeni të sigurt që Allahu xhalla xhelaluhu është me durimtarët. Andaj në momentet të provave, njeriu duhet të shikojë një rrugë për të afruar tek Zoti. Duhet t'i merr shkaqet, duhet t'i merr sebepet për të qenë sa më afër Zotit. Kur themi sa më afër Zotit, do të thonë duhet ta kujtoj shumë Zotin, duhet bëj dua shumë drejtuar Zotit, duhet të mbështetet tek Zoti, se për Zotin e madh nuk do të gjej mbështetje tjetër më mirë se sa tek Zoti. Dhe në momentin kur do të vendos të kërkoj nga Zoti, nuk do të gjej përgjigje më të shpejt nga askush në dunjë se sa përgjigjen që do ta merr nga Zoti. Nga se Zoti nuk e len që robit të tij t'i kthehen duart bosh në momentin kur Allahu e sheh se robi i tij nuk shpreson tek askush tjetër përveç se tek ai. Dhe gjendja e tij ka për të ndryshuar sa çel dhe mshelsyt. Sa njerëz janë sprovuar në të kaluarën dhe kanë kërkuar nga Zoti dhe asnjëherë nuk kanë nditë zhgënjur. Sa njerëz nga ana tjetër janë sprovuar dhe janë munduar që sprovan të kalojnë në rrugë të tjera dhe nuk e kanë kërkuar në Kur'an dhe në Sunet, nuk e kanë kërkuar tek afrimi me Zotin, dhe se kjo sprovë nuk ka kaluar nga jeta e tyre përveç se është bërë edhe më e madhe, është bërë edhe më e vështirë, kanë kaluar, domethënë, nga kjo sprovë, kanë kaluar në një sprovë tjetër e kështu me radhë. Prandaj domethënë Ibn Kaimi na tregon se këtë domethënë do të njeriu ta mendojë në momentet e sprovave. Dërguari i Zotit para së gjithas më thot, Allahu dhul xhelali sprovon njerëzit që i don. Dhe në momentin kur ti e kupton se Allahu dhul xhelal ta ka dërguar një sprovë dhe kjo sprovë është shenjë dashurisë që Allah e ka ndaj teje, në start domethënë njeriu e ndryshon konceptin e tij ndaj asaj çfarë e ka goditur. Pastaj sprovat janë arsye që Allahu xhalla xhelaluhu me ia hap dyert e mirësive të shumta robit të tij në momentin kur ai kthehet Zotit. Sprova është arsye që Allahu dhul xhelal me e thirr robën e tij që të shkojë tek ai, sepse njeriu nëse nuk do të kishte sprova dhe në jetën e tij nga një ditë e mirë do kalonte në një ditë tjetër të mirë, ai do të harronte Zotin dhe do të fillonte që me këmbët të cilat në dunja dhe nuk dinte të ecë, ai vazhdon domethënë dhe me këto këmbë tani që Allahu ia dha, me këtë mundësi, me këtë fuqi, fillon e ecë në për gjunahe, ecë në për mëkate. Allahu dhul xhelal dëshiron që t'i thot ngadalë se ka mundësi domethënë të ndryshoj sa ora komplet jeta jote, andaj shfrytëzoj këtë shëndetin tënd për të kthyer tek Zoti.